deputete, jeni certifikuar deputete, a pagueni si deputete apo si ministre? Si ministre. Dhe më thonë, deri tash e marë pagën e ministrës, që e ko marë... Se i bie, unë e di që nga certifikimi i bie që deputetet paguan, nëse nuk janë ministra. Tani ju jeni ministra dhe deputete. Unë deri tani e ka marë... A i bie dyjat, a i bie njëra? Unë deri tani... Jo, dy paga nuk i merr asesi. Dhe më thonë, shumë e rëndësishme me Kosovë sqaru. ka ditur të marrin dhe nga 5-6 paga. Jo, edhe po të ishte reguluar nuk dhe duhet i merrnim dy paga. E zgjedh njërën. O ministre, o deputete. Unë paguem si ministre e drejtësisë. Që i bie, aktualisht ju jeni ministre dhe nuk keni dhënë dorëheqje, apo? Unë kam dhënë dorëheqje dhe deri që tash të fola Keni dhënë dorëheqje? Po të thash që kam dhënë dorëheqje. Po ju thatë keni thënë, po ajo dorëheqje nuk është pranuar me një farë forme. Po kush e pranon dorëheqjen? Kryeministri ma ka pranuar dorëheqjen, se unë kryeministrit ja dorëzoj dorëheqjen. Qartë, ju kryeministrin e keni shef. E keni shef. Po do jam unë thonë po ta pranoj dorëheqjen? Po kryeministrit s'ja kanë pranuar dorëheqjen. Jo, kryeministri kush ja pranon? Se kanë atribuar tamam te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kush ja pranon kryeministrit dorëheqjen? Po duhet jetë një instancë që e bën gjë të tillë, instancë juridike, sekretariati i kuvendit ka bën gjë të tillë. Kryetari i kuvendit, sepse rregulloria thotë që... Po s'ka kryetar kuvendit? Dëgjëm, rregulloria e kuvendit thotë që deri në seancën konstituive, përgjegjësitë për kuvendin i ka kryetari dhe nënkryetari. Ne te kryetari kemi dërguar sepse dorëheqjet i kemi dorëzuar para se të filloj seanca konstituive. I vetmi autoritet është kryetari i kuvendit. Kush është kryetari i kuvendit? Glauko Njupca. Po ka qenë? Ka qenë kryetari i kuvendit. Po s'është më? Tash e kemi kryesues të seancës konstituive zotin Dehari. Dhe përgjegjësitë për seancën konstituive i ka zoti Dehari. Kaq. Dhe ju thoni tani i adresoni zotit Dehari si kryetari i kuvendit? I kemi drejtuar sepse seancën konstituive, momentin që ka drejtuar